Një atmosferë reflektuese u krijuar në qendrën kulturore Mikel Koliçi, ku të rinjtë e familjesë Zoja Shkodrës sollën dramën Këmbanat e Zgjimit nën regjinë Simon Shkrelit. Në këtë shfaqje u angazhuan edhe aktorët Tomasin Delia dhe Mark Hilaj, të cilët së bashku me të rinjtë solën në skenë një interpretim me ngarkesë të fortë, emocionale dhe reflektuese. Disa nga protagonistët u përshëndruan të mesazhi i shfaqjes u bazuar në veprën me motive nga Fausti i Goethes, i cili trajton ekuilibrin mes së mirës dhe së keqes, një përballje e përhershme që shoqëron njeriu përgjatë jetës. Është e çuditshme se tani ekuilibri i jetës mohet mes të keqes edhe të mirës. Dhe Fausti personifikon këtë luftë mes dy të kundërtave për me ruajtur këtë ekuilibër që ka jeta, gjallëninë e saj. Ajo që më kënaq është prania e juaj, prania e publikut, sepse Shkodra ka dhënë gjithmonë këta ushqime kulturore dhe nuk është thjesht vetëm një grumbullim kulture, por është një përzgjedhje e kulturës, ka elegancën për me zgjedh kulturën. Hera parë një shfaqje moderniste, ndoshta më thonë që është shfaq në kishat paktën të veriut, për aq sa kena informacion ne. Shpresoj që kemi kriju një rrymë të re në shfaqjet e kishat, do ditë që kishat gjithmonë kanë prodhu talente dhe kanë pru modernitet nga jashtë. Ka kanë me të vërtet kënaqësi me punu me tritë e familjesë së Shkodrës, ku ata kanë shpreh dëshirën më ardh me punu dhe unë kam pranu punën pas një lloj, sepse unë mendoj edhe besoj që çdo njeri ka një mundësi dhe ka një talent për me dhënë. Shfaqja u realizua në kuadër të aktiviteteve festive për Pashkët dhe u mirëprit nga publiku, i cili e shoqëroi me duar trokitje të gjata në përfundim.